Vitin e ardhshëm do të nisë rikonstruimi i Saat Kullës në Tetov me synim rikthimin e saj në pamjen dhe vendëndodhjen autoktone. Projekti do të financohet me rreth 200.000 euro, donacion nga Komuna e Konjas në Turqi. Lajmi u bë i ditur pas nënshkrimit të memorandumit për bashkëpunim mes të Komunës së Tetovës dhe Qendrës Nacionale për Konservim. Besojmë që me këtë hap ne vetëm nisim një rrugtim drejt rikthimit të këtij objekti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore, dhe unë besoj që aktivitetet e para ndërtimore do të nisin brenda vitit 2026. Nacionalnet konzervatorske centar që i započne site. Qendra Nacionale për Konservim do të fillojë të gjithë punët e nevojshme, nga valorizimi i projektit, kontrollimi i tij komplet, sepse si punë para përgatitore në vitin 2016 është bërë projekti kur u dhan disa vërejtje dhe aty përfundoi gjithçka. Një histori e shkurtër e Kullës, e njëjta pra është klasifikuar si e mirë kulturore e palëvizshme e karakterit profan nga periudha osmane dhe është ndërtuar sipas të dhënave në vitin 1566-1576 dhe për herë të parë përmendet në vakuf namën e 1608-s. Ndryshe, nga Saat Kulla, kalaja e qytetit, sipas drejtorit të Qendrës Nacionale të Konservimit, do të vazhdojë të mbetet në të njëjtën gjendje. Arsyeja, sipas tij, është mungesa e kuadrove profesionale në vend për restaurim apo kryerjen e gërmimeve të nevojshme atje.